kundër jurisprudencës së gjykatës europiane të drejtave të njeriut. Mashtrim dhe vetëm mashtrim. Asnjë ministër nuk ka marrë mundimin pas pezullimit të ankohet në gjykatën, por ka dhënë dorëheqjen. Kanë dhënë dorëheqjen. Dhe vazhdon. Të pezullosh një ministër nuk do thotë të pezullosh thjesht një individ, një funksionar publik të cili do nivel, po do të thotë të pezullosh një autoritet me fuqi ekzekutiv vendimarrëse në një a më shumë sektor dhe kësaj ti pamundsosh ministrisë përkatëse të përfaqësohet në Këshillin e Ministrave dhe të propozojë qeverisë vendimeve. Mashtrim dhe vetëm mashtrim. I pa turp. Kur një ministër smuret 6 muaj dhe e pezulloni gjithë fuqishmi, është zëvendësi që përfaqëson ministrin në Këshillin e Ministrave, që bën propozim për vendime, që kryen detyrat e ministrit. Pra, me këtë që thot, pranon fajsin e vetë, sepse përpiqet të mashtroj publikun me çdo lloj argumenti, po u pezullua ministri, nuk ka kush sjell vendimet. Vendimet i sjell zëvendës ministri, po ai vet do pezullohet. Sepse lubia, 80% firmave në vend të kryeministrit janë të lubisë. Merrni pak. Çfarë do u thosh shqiptarëve ai kur të kërkojë gjykatës si pezullimin? Se s'ka kush të paraqes në mbledhjen e Këshillit të Ministrave? Po i paraqes zëvendësi. Ka diskutim. Nuk ka asnjë ministër në Shqipëri. Nuk është zgjedhur nga sovrani si ministër. As vetë kryeministri nuk është zgjedhur si kryeministër. Ka një vend në botë, një vend mund të ketë edhe tjera, se u them, po, ka Izraeli, në të cilin zgjidhet, votohet kryeministri në zgjedhje të përgjithshme. Dhe në mos gaboj, nuk e di presidentin e zgjedh nga Knesset apo e zgjedh nga populli, por kryeministri zgjidhet. Në Shqipëri jo. Jo. Kështu që ikë një kryeministër, s'ka si, çfarë ka këtu? E kuptoni ju se ku shkon nga të merri paniku dhe frika që ka? Çfarë mendoni ju? Se ky që hallë në lubis, po ky nuk pyet për njeri në botë kur vjen puna për veten e tij. Sado që e ka keq përdor lubin në shkallë ekstreme, ai do të alshon të atë në lanë 100 herë, po se lshon dot se janë mesazhe në dosje në cilat është më delinkuent Rama se sa lubia. Janë mesazhe. Edhe nuk janë vetëm dosje. Po. Pranaj ky konstitucionalisti i madh thot, pranaj ministri, rrin detyrë ose largohet nga detyra me dorëheqje. Dhe po s'da dorëheqje, rrin detyrë. Nga kryeministri. Dhe po se hoqë kryeministri kur është bashkëfajtor me të, rrin detyrë. Apo in extremis në denim të formës së prerë sipas ligjit. Këto janë trillime dhe mashtrime. Komisioni Venecias, me qenë se i referohet, nuk ka asnjë fjalë në asnjë rresht, në asnjë këshill për ministra, por pezullim mas të pezullimit e parashikon së pari për të mbrojtur të dhanat e hetimit, së dyti për të parandaluar i përsëritjen e të njëjtit krim. I ka të stipuluara në këshillën e vet.
Kurse për Edi Ramën, vetëm kur të dënohet, po ky është një kaq i inkriminuar, i ka humbur mendja këtij. Ky është shef veten, ky nuk flen më. E dini ju, e kam thënë dhe e them prapë këtu. Shkon një vdekur me një gjallë, keni parë, s'keni parë. Apo më mirë ta themi të plotisa, cili viu, kush kja bën vetiu. Keni parë, s'keni parë, shkon një vdekur me të gjallë, hypur të dy në një kalë. Hypur të dy në një kalë. Tani, gjajni vetë. Po kjo është e vërteta. Prandaj kishte dalë dje, unë i bëj thirrje, t'i hapin padi penale për presionin që i bëri gjykatës. Dhe thot, pasi rrjeshton ato, apo in extremis, me dënim të formës prerë sipas ligjit, tjetër nuk ka, thot. Prokurorit gjykatat nuk hynë fare në këtë mes dhe nuk e bëjnë kurse si këtë. Asnjëherë, askund në Europë, mashtrues shumë raste në Europë. Çfarë ti thuash? Ka turp ky, po i ka plas nga Afrika, nga Tmerri. Është i aftë të thotë shqiptarëve çdo gjë. Të thotë çdo gjë. Jep orientimin tani. Dëgjojeni. Gjykata kushtetuese t'i jap drejtim çështjes së kësaj rruge të pashkelur askund në Europë, por me sa jemi informuar deri tani, askund në botë. Ky, po të mos jemi para një mashtrimi ndërkontinental, europian dhe ndërkontinental, nuk ja vlen të merresh me të. Janë kryeministra të pezulluar nga gjykata. Janë kryeministra që pasi është shpallë hetimi janë larguar. Janë ministra, një seri ministrash, që për mbrojtje të dhanave dhe parandaluar përsëritjen e akteve, janë pezulluar nga gjykata. Por, ka të drejtë në një pikë. Në një pikë ka të drejtë. Gjykata nuk mund të kishte vendim tjetër përveç arrestimit të Lubi Ballukut. Ajo edhe tani vazhdojnë të prishin provat me Edi Ramën për krimit që kanë kryer. Po, ajo duhet arrestuar. Dhe zyrat duheshin të gjitha vënë në sekuestro. Të dilte shkonte diku tjetër drejtonte qeverinë. Por thot, të ndaj me ju çfarë thon Komisioni i Venecias dhe Gjykata Europiane e Strasburgut për këtë çështje. Nuk mund të ketë njëri më të papërgjegjshëm. Qëndrimi i Venecias në fakt është shumë i prerë. Edhe njerë, sipas tij, gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët e qeverisë sepse duke bërë këtë spari cenojnë balancën e pushteteve. Absolutisht mashtrim në çdo germ, në çdo fjalë, në çdo frym. Një përkufizim i tillë nuk ekziston në asnjë nga këshillimet, çështjet e trajtuara nga Komisioni i Venecias.